Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projektligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masa të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme. Ndalojnë reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndalojnë reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisje lojrash fatit të jetë i pajisur me një sistem gjeolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe i Punës në Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotsojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj u jep mundësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne në hapjen e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryhet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit të qershorit do të jetë nga 12 deri në 15 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 dhe 17 qershor. Lista përfundimtare e renditjes me rezultate e regjistrimit dhe vendet e lira mund të publikohen nga shkollat më 18 qershor. Regjistrimi i dytë është më 23 qershor dhe i treti më 20 gusht. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i bindur se do t'i prijë bisedimeve për krijimin e institucioneve pasi vetvendosi është konfirmuar si forcë e parë politike në vend. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti tha se vetvendosi është fituese e padiskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor. Është evidente përsëri që lëvizja vetëvendosje është fituese pa diskutueshme bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe PSHDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legjislaturës 11. Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme. Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë. Vijon procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendra e numërimit dhe rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qershor. Deri në orën 9, procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vendvotime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Uniku, Shtërpca, Hanjelezit, Parteshi, Mamush, Zubil Potok, Zveçan, Klokoti, Novobërda, Obiliq, Shtimje, Raniluk, Mitrovica e Veriut, si dhe një numër i madh komunash të tjera që kanë përmbyllur numërimin në ditët e fundit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.